Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën më 12 tetor në Kosovë. Sipas këtyre rezultateve, 21 komuna kanë zgjedhur në rrethin e parë kryetarët përkatës, ndërsa në 17 komuna tjera do të shkojnë në balotazh i përcaktuar të mbahet më 9 nëntor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar pa balotazh në 3 komuna, Podujev, Kamenice dhe Shtime. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 3 komuna, Ferizaj, Skenderaj dhe Hani Elezit, ndërsa në 6 komuna ajo është e para ose e dyta ku fituesi do të vendosen në balotazh. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar pa balotazh në 2 komuna, Istok dhe Lipjan, ndërsa 9 kandidat të kësaj partie do të garojnë përsëri në balotazh. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë fituar nga një komunë, sikurse Ramiz Ladrovsi me listën e tij fitoi në komunën e Drenasit, e po ashtu edhe Partia Demokratike Turke e Kosovës ka fituar komunën e Mamushës. Lista serbe ka fituar 9 komuna pa nevojë për të shkuar në balotazh, ndërsa në komunën e Kllokotit ajo do të jetë garuese edhe në balotazh. Ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje në konferencën e sotme për media, tha se pas numërimit të votave të diasporës, presin të fitojnë pa balotazh edhe komunën e Gjilanit. Duke folur për procesin e djeshëm zgjedhor, ai tha se raportimet e djeshme për komunën e Mitrovicës së Jugut lidhur me rezultatet në zgjedhje do të hetohen dhe ftoi organet e sigurisë dhe të drejtësisë të merren me këtë çështje. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë, dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I pyetur për mundësitë e bashkëpunimit me partitë e tjera në balotazh, Kurti ka thënë se do të bëjnë analizë të hollësishme për rezultatin zgjedhor e më pas të bëjnë plane.